Influenceria më e bukur në botë është një krijim i inteligjencës artificiale, por ajo po mashtron miliona përdorues. Në komentet poshtë videos së saj, Mira përdorues shprehin admirimin e tyre për pamjen e saj, madje duke folur për një prani hyjnore. Rasti i Nia Noir, një influencuese që prezanton veten si vajza më e bukur në botë, ka shkaktuar reagime të forta në rrjetet sociale duke mbledhur miliona shikime dhe pëlqime kryesisht në TikTok. Megjithatë, pas imazhit joshës, duket se fshihet diçka ndryshe nga ajo që shumë përdoruese perceptojnë fillimisht është një krijim inteligjencës artificiale. Nia Noir ka afërsisht 2.6 milion ndjekës në TikTok me profilin e saj me mbi shkrimin vetëm një vajzë me një anë të errët. Megjithatë, në Instagram prania e saj është reduktuar ndjeshëm me pak mbi 5.000 ndjekës me një përshkrim të ngjashëm. Ajo gjithashtu drejton një llogari në Telegram përmes së cilës ofron përmbajtje të bazuar në abonim. Në komentet poshtë videos së saj, Mira përdorues shprehin admirimin e saj për pamjen e saj duke folur për një kukull Barbie, një bukuri natyrale apo edhe një prani hyjnore. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e publikut shpreh dyshime serioze nëse ajo është një person i vërtet. Shumë përdorues theksojnë se shumë komente përsëriten fjalë për fjalë në video të ndryshme, duke ngritur dyshime rreth vërtetësisë së ndërveprimit. Në të njëjtën kohë ka edhe komente rreth mos përputhjeve vizuale në imazhe dhe video të tilla si gishta të deformuar, detaje të natyrshme në objekte ose pajisje dhe një teksturë karakteristike e lëmuar e zakonshme në imazhet e gjeneruara nga inteligjenca artificiale.